Rikthehemi pra në studio, tashmë e kemi profesorin Agim Agushi, faleminderit shumë që sonte me neve Agim. Faleminderit për ftesën. Edhe nipin e tij Bujar Ajeti, faleminderit Bujar që sonte me neve. Faleminderit ju për ftesën. Sonte po flasim për një sport ose për një aktivitet që duhet me qenë njëri specifik për me realizu. Për me fut në librat Guinnessit edhe për me mbajt një periudhë gjatë këtë aktivitet. Zhonglimi me topin ka qenë me ty Agim prej se të njohin. Por ke vendos me e sfidu një prej ndërtesave më të larta në botë, Burj Khalifa. Po, disydimi tillë ka qenë që nga viti 2014, në atë kohë në kam kërkuar të sfidoj dy kullat binjoke në Malajzi, në Kuala Lumpur. Malajzis ato ka qenë ka 88 kace, nëse nuk gaboj. Mirë po, ato edhe gjatë intervistës nuk më thonë dëshiroj të sfidoj ndërtesën më të lartë në botë, nuk më intereson se sa kati është. Për gjatë olimpiadave për shembull edhe më që ndërtesa më e lartë në botë në planetin Tokë është Burj Khalifa në Dubai. Jo kollën në disa hipoteza është kaç shkallë, mirë po derisa shkova aty vetë dhe nga kati i parë deri te kati 160 e kum esën çdo shkallë e ku studiuan çdo detaj të asaj ndërtesës dhe mu realizuan. Ideja ka qenë që nga viti 2014, mirë po prej atëherit më është kërku që kërkesën do të me bërë presidenti i shtetit ose kryeministi i shtetit të parit të Abu Dhabit, se ajo është në pronësi e ka Burj Khalifan, edhe për më të leju të ndërtesën Burj Khalifa, mirë për që nga viti 2014 kjo nuk ka ndodhur kur, të asni president, të asni kryeminist. Ma shumë se një dekadë, do të të humbur. Dhe do shta edhe kërkesat i kanë po, do shta edhe ju ka refuzu, po mua nuk më kanë njoftu për asgjë. Edhe këtë vetë, për derë të ditës e pavarësisë Kosovës me 17 të shkurt, 2026, ata vendos një rekord Guinnessit që edhe dua ta publikoj se dje mu ka certifikuar zyrtarisht. Urime. Te një televizion të Shqipërisë, që udhëhesh për shembull Blendi Fevziu, edhe pas e realizova rekordin, edhe gjatë bisedës së sipër thash thash që nuk më ka realizuar është ta sfidoj ndërtesën më të lartë në botë Burj Khalifa. Po thash leja nuk jam të mujtër me siguruan, më tha unë tha të siguroj tha lejen. Edhe unë nuk zova pa moz, do shta në fillim isha skeptik, sepse kisha prit një dekadë po shumë gjatë, edhe thasha do shta të tjetë vetëm një premtim së kur e gjithë tjerve, por nuk do dhe ajo, edhe pas 10 dite, më telefonuar nga Shqipëria, tha Agim, tha të telefonuar nga Dubai, nga Burj Khalifa, tha për rekordin që kime realizuar në Burj Khalifa, më lajmëruan fillimisht një grua, një vajzë, edhe ja dham në ato shënimet që kam të dasht pone me banë në Burj Khalifa, edhe tha unë tha këtë kërkesë ja dërgoj tha stafit edhe menaxhmentit udhëheqës të Burj Khalifas, atyre shejikave që janë në pronësi të asaj ndërtese, edhe te ata ka zgjat vetëm 3 ditë. Edhe pas 3 dite, ata më kanë kthyer përgjigjen. Po tha, ju lejohet, tani kanë filluar këto procedura tjera, sa persona keni me ardhen, dhe të përcaktoni datat, mirë po ka qenë ideja të në fillim, që njerë më ka thonë ti dush me ardhë me pashkalt, me ushtru, tani për me vendosa një datë të re për rekord, edhe kështu që do dhe unë e pa ta përcaktuar në maj me shku me ushtruan, por do dhe e shka do dhe për luftimet edhe u ndërprej, dhe më thonë në fluturimet, edhe nuk mund të shkoja në maj, edhe tani vazhdova edhe në korrek, me 16 edhe 17 korrek, unë i ku pasë në 2 data, 2 dita, për me hyrën në atë ndërtes, mirë për na hyrën i kemi pasë ka rezidencë kryesore, për shumë atë me leje speciale, kur kemi shku në atë, në kanë pritën 10 personët të sigurimit, në kam përcjell gjatë gjithë 160 katëve. E thash ditën e parë me 16 është dash me testuan
edhe aty i pash që janë ato vështërsitë, se nuk e kisha imagjinuar se në ndërtesën Burj Khalifa janë ato problematikat e shkallëve, ku edhe ku potencu për shembull janë disa kate i 19, 20, 21 është pjesa e tavanit dhe që i thëmë shumë ollët, që unë këto 3 kate më dohet të ushtroj, të kaloj ose në gjunjë, ose do të me ecë në unë pozicionin ullër të mrapa, për mi kaluar këto shkallë. 3 kate, pastaj është kate 25, 26, 27, kate 78, 79, 80, edhe kate i 237, 238, 239, edhe 220. Dhe më thonë, janë në 12 kate, ka 25 shkallë, i bjerë janë 180 shkallë, one do të mi të kaluar me ushtruar, ose në gjojnë me hec ata me shkallë, ose në pozicionin ullër, se për ndryshe janë shumë, thash, pjesa e tavanit e shkallëve, pjerësijës, është shumë e ullët. Sa që nuk mund është kohë me zhëmblu. Unë jam 1,70 i gjatë, për shembull, lartësinë më të madhe kam 1,80. Eventualisht 1,85. Aty stope nuk e nxan. Jo, po normal. Edhe stacioni duhet me ushtruar një varë pjese speciale. Edhe ju kam kërkuar për shembull disa det shtesë për mobulijuar, për me ushtruar me gjetat formulës, se unë vetë matematikën jam, edhe deri ta gjoj atë formulë më të posaçme, më të përshtatshme, edhe unë çat pjesë edhe ushtroj. Shumë sukur të shumë rekorde tjera, deri sa e kum gjetat forma më të përshtatshme. E kum provuar forma të ndryshme, modalitete të ndryshme, ajo formë që mua më ka ardhur më e lehtë për me realizuar. Për shembull, unë çato edhe kum ushtruar, e kum perfeksionuar, edhe nuk ka pasur problem. Edhe jo tani disa korridore kush ka qenë në Burj Khalifa aty e din, se ashtu edhe hera e 5 që shkoj në Dubai, edhe sa kum shkuar, kum hina të ndërtesë. Kum hi dhe të kate 124 ku lejohet për vizitorët. A ka jo pjesë për shembull është vetëm me leje speciale, se s'ka shans kush me hyrë. Pjesa lart. Jo, me pjesë lart po edhe ka pjesa tjetër. E hyrjes ato janë vetëm ato zyret e shekëve aty për shembull që janë vetëm me leje speciale, edhe sa ku shkuan e ku më ndru që kanë me qenë në shkallët. Aty se thësha ndoshta një ditë do të bëhet. Mirë po tash e poshtë që janë të vështërsi, tani janë disa korridore. Për shembull, bazën Burj Khalifa e ka tepër të gjatë, tani ajo fillon duke shku lart, duke u ngushtu. E çfarë që kur është ai pjesa duke u ngushtu, do të më hina për disa korridore që kanë për shembull dyrt. Janë ato dalësi shumë tolt, lartësinë kanë shumë tolt, do të 2 metra. Që do thotë aty bie më për kul. Po, për kul. Deri korridori ngushtë, prap deri në korridori gjatë, prap dyr. Edhe janë aty për shembull gypat e ventilimit, janë ato gypat e nxemjes, gypat e ujit, domethënë bodashkjone me pas tepër precizitet, goditjes topit me kokë, që aty jafton për shembull vetëm 5 cm. 2-3 cm topin me deviju diçka, edhe mu isha me dështuar. Se ajo ta merr diku për shembull me dal pikë kësaj pjese, datë pjesën tjetër, më marr kjo ndoshta ofër 2 minuta. Teri sa dash atje, a unë për 2 minuta do është ai heci edhe 7-8 kate me shkollë standarde normale. Edhe kur i kum panu në këto vështërsi të cilat janë, atë edhe kum kërkuar edhe disa ditë shtesë. Jam të e pritën për shembull konfirmimin zyrtar prap, mo shtuar disa ditë shtesë për shtrime, edhe me caktuar prap për shembull testin final, kur do ta baj do të thonë prej katit parë deri te kati 160, sepse libri i Guinnessit mi ka kërkuar mua edhe 2 rekorde Guinness, ecje shkallëve lart i bie 500 shkallë, edhe zbritjet e po shkallëve i bie 500 shkallë, 2 rekorde Guinness që unë aty vendose në shtator në ndërtesën Burj Khalifa në Dubai, edhe tash kur po ma caktojnë edhe datën e sfidës finale për me sfiduar të ndërtesën. Te në cilin kati ke bëu ushtrimin? Po, si ku fillu në teri të pegesa e parë, aty për shembull është dashtën. Me ndërpre, me studiu, për shembull se ato shkojnë studim veçantë. Po flasim për 20-30 kate. Po, do të thonë, unë gjatë ushtrimeve ku shku deri te kati 100-120. Mirë po mos ti shkekon unë e pash vetën se do të më konë realist, po ti qenë shkallë standarde.
pa pegesa, për kondicionit që kisha pasur në ushtrimet e cilat I ku bë deri tashti. Ndoshta deri te kati 120, kisha mri pa problem, jo 40 kate tjerë për me mrit te kati 160, nuk e di se si kishin mujt me vazhdu, sepse e posh që kam nevojë edhe për forcimin e muskujve të qafës, po jo që nuk I kam të ushtrume, po do të sfida është tjetër. Sfida është tjetër, do të më dol për te ushtrime. Për te ushtrime. Halo më shumë edhe forcimi I muskulaturës këmbëve, edhe atë poshtë që kam nevojë. Alo, mirë po në sipas një paralogjarisë time, në atë aspekti matematikuar po flas, për me sfiduar Burj Khalifa sa kërkohet kondicion, jo çdo ditë, se është lodhje tepër, por ndoshta çdo 2 ditë. Eventualisht çdo 3 ditë, minimum 15.000 shkallë, duhet me hes ditë me forcu për shembull muskulaturën e këmbëve, e mos lasi për shembull, ndoshta deri në orë 2 orë gjys mi merr me sfidu me përfund komplet ndërtesën. E tash ti dosh për shembull mi përgatit muskujt e qafës për 2 orë gjys mi pasën. Nuk guxon për shembull lodhja me të shfaq, do të thonë këtë rast për shembull lodhja ndoshta do të me të shfaq kur ti bash 2 orë gjys ose 2 orë tepër afër 2 orëve, sepse me të shfaq tyve tepër herët e ti për shembull cakun e ki 2 orë 30 minuta deri ta të kalosh e ty me të shfaq për shembull 30 minutat e parë ose 40 minutat e parë, është më problematik. E kur shfaqet për shembull ka fundi, për shembull është ajo forca që do të ta dhura vetëm peridia të forcë, se kështu më edhe përpara çdo të sfidë ma ka dhuruar, edhe jep, do të thotë jep ato me fundit që thëmë, edhe del për te ato mundësive tua për shembull që ti nuk mundesh me ditë që I ki ato mundësi, edhe që me dol për te mundësisë tonë, që shtëm në zharkori për te vetës, për te ligurës tonë me dalën. Keni detaj shumë interesant. Ken 2-3 persona që janë leju me hy në mesin e tyre dhe te, edhe e dyta, ka shumë interesant detaj kur I ka tregu që po dën me sfidu Burj Khalifën me zhurju me ta. Ajo ju ka lejuar për shembull Tom Cruise-it me xhiru filmin. Unë e di atë për shembull ka intervenu shteti amerikan për mja dhollën. Ja kuptuat për shembull ai film kur xhiruar për shembull atë është marrë për shembull hapësie më ndryshe, kohë e madhe shumë. Ju ka lejuar edhe këngëtarës Rihan, një performancë me bo, edhe I treti jabone që mu ka lejuar. Aja ndërtesë, me sfidu. Po, ata personat e sigurimit kanë qenë 10, që na kanë përcjell. Mirë po ata ndryshe se çdo 10 kat me lift, njëri na përcjell ka 10 kat, dalë tjetri për liftit. Me hi tjetër, se 160 kat, o shumë. Se ata përdersoni jam I përgatitur, tjerë nuk janë, këtë sfidë po. Edhe aty tani më kanë thonë, kër e kanë po atë vështërsi. Ta soj gjendje se ndoshta nuk kur edhe ata nuk I kanë përjetu ato me hijen aty pari. Me studiu çdo detaj, që që këmë studione. Më kanë thonë, tha, vetëm një njeri që shmendur, tha që e ka një pasion tepër të lartë, I tha burdo tha edhe tenton të më hikë kësaj sfide tha. Se me të vërtet tha është tha shumë e vështirë tha. Është e pa imagjinu, njëherë është vështirë me imagjinu që mundë diçka me bo. E mos los me këtë është në rregull tha pa top tha 160 kat. Është problem e mos losim me top, e mos losim edhe këto vështirësi të cilat janë shfaq për shembull ndërtesën e Burj Khalifa. Mirë po unë e kam një shprehje dhe I tham që bota I përket vetëm atij që I guxon. E urikuzimin e kam. Urikuzimin e kam. Faleminderit. Pasionin e njëjtë e ka pasu edhe te nipet te bujari. Bujar fillimisht çështu ka dok ideja kur është diskutuar për me ngjit Burj Khalifën. Ideja kjo ka herët folet për Burj Khalifa, që tha doje 2014 në kjo. Ama videot kur I kum po mi ka çu se unë jetoj në Austri. Kur mi ka çu videot që në gjatë ushtrimeve pe thirrën në telefon thash thuj ne ta lesës problemos. Kur e posh në gojza veç ai vullneti tepër, vullneti I madh që do ta sfidon se është problem. Kjo është çmenduri që thotë. Për te gjithçka. Për te gjithçka. Se problem është.
Edhe e dyta, Bujar, e keni tash 2 rekorde Guinness që synonin qift bashkë me agimin. Për cilat rekorde bëhet fjalë dhe ç'është kanë më ekzekutu? Tashti është klubi Saksonia në Leipzig të Gjermanisë kanë kërkuar që me 250 shkallë në çifte te poshtë edhe përpjet mungjit është kërkuar me 250 shkallë. Por na kua për të unë është se jam edhe 20 ditë këtu. Jam duke përgatitur me to, besojna që për mi 400 shkollë mujna me bo këtë rekord. Kjo është një. Po e para, e dyta është edhe karrika, pozicionin, pa livrit heq është edhe ato e kanë kërkuar sa të muni me bo. Por na mujsh teri të 10 deri 15 minuta ose 20 minuta mujna me sfidu këtë rekord. Pa u ndal. Është disiplinë shumë e rrezikshme se në 2 vete është problem është. Duhet me njoft njëri tjetrin tepër mirë. Tepër mirë, se unë me dojën që e kam 2003 e kam rekordin në Stamberg të Gjermanisë, 2003 e kena thy. Edhe aty në çifte. Aty e kena bërë çifte 9 ora të mëngjesit ja kena nis, 1 ora ditës e kena lënë. 4 orë kena rekordin bashkë. Pa ndërprej. Zhonglim topit. Është me top basketbollit 5 orë. 5 orë kena 2005 në Kleopatra Beach në Alani. E kena 5 orë pa ndërprej hiç. Në atë kohë kena pas qatë që kena përgatitet që i na kanë. Kena mujtë 10 orë, po kemi kërkuar në Austri 10 orë pa ndërprej çifte. Po nuk e organizuar, ja, dështoj organizimi atij festivalit të rekordeve të botës, se në por në Austri kishmi me shkuar, për me edhe ju kemi thonë në 10 orë ata jetë shmet. Por e ka dëgju për shembull 10 orë çifte. 2003 që kena thyë, domethënë juria ka qenë një angles, gjerman edhe një francez që i kanë shkruar pikt edhe kohën u lodhën. 4 orë pasi thanë lene me kaç me 1111 goditje, ju kanë numëruar veç njëri, 22.000 so vjen 22.222 i ka ra të dëve, do të thonë e lanë tha me qatë se shumë problem është. Dite taj që se blejohet e që kja pakës bës të ikë Bujarit. Rekordin çifte e ka pas një çifte ishtë Çekoslovakisë atëhershme, një viti 1972. Ata kanë pasën 3455 goditje secili çifte kështu. Ja, gjana tik, edhe këtina 3455. Na e kena tre fishuar. E tani da kur I kemi rrinë 10 goditje, edhe tha bajti rrimë të 10 goditje në çifte. Se te kalu gati 3 herë më tepër, 3 herë rekordin, edhe do va ofru një producent I televizionit RTL Gjermanisë. Tha, a keni mundësi, tha, me britha 1111 numër karakteristik. Thash, në qofë se juria, thash, nuk lodhet, thash, në bojmi me shku, thash, në 22.222, ke dy shë I bojmë. Që I rake një 4 orë tjera. Në atë kohë. E di që tani kanë vërshu televizionet masanej. Atë është tani u shpall disiplina më e rëndësishme ati organizimi, se të problem do më thonë thash kjo sfidë ma problem, se në veti e kontrollon në vetin që shia, që shpegjun ose unë që shpjagju e ti, ose ky muë do më thonë është sekundi lunë, aty edhe bje. Tash ti jemi në pregaditje për këtë 2 rekorde. Uroj I kaloni me sukses. Kjo në ecje shkallëve, në çifte, na I kemi testuar, që thash formën, modalitetin, unë me jes të mrapa, kemi orë të para shkallëve. Po. Edhe ajo mirë për në vdokje pak më vështirë, që thash të jesmi paralel. Paralel të duhet për shembull, 250 shkallë shkërku për shembull minimumi, da besoj që pa tjetër aty, e këto në ulse, karike, distanca për shembull 2 metra neve që është na konvenon me kontroll topit. Edhe do kuptohet për shembull ulësia I ka 50 cm ose 70 në lart, do të thonë aty nuk lëviz nga vendi. Po është disiplinë specifike. Kjo regjistrohet për herë të parë një disiplinë e re, sepse na është kërkuar për shembull nuk ka dikush rekord, mirë pa a keni mundësi ju këtë disiplinë të re sa për fillim që më pas pikëdisje për tjerë rekordera të tjerë botës, sportistë të tjerë që më pas një synim. Edhe pse për shembull kush del një çift tjetër, për shembull Nabi herë
prap ja sfidoj. Kur jemi krejt në fund, veç edhe një pyetje shkurtë kam. Na trego për këto dy rekordet e certifikuara se kanë shumë rëndësi për ty. Njëra është data e pavarësisë Kosovës, tjetra është data e pavarësisë Shqipërisë. Bele ati shokit e përshëndes dhe që është në lodër Dan Qarka i cili ban put tepër të bodhe sepse aje ka korespondencën me Gjenisin, aje ka korespondencën me Burj Khalifën se të një anglisht në punon në lodër edhe komplet dokumentacionin e aty në rekordeve bartë në lodër aje për të bënë edhe kur sot më dërgoj edhe certifikatën kështu si foto se certifikata originale vjen më vonë. Kjo e kur e kam thyer rekordin e Gjenisit në për 28 nëntor zhveshja e 28 fanelave. Duke zhvoglu me top në kokë, për shkak 28 ka qenë simbolika, edhe me 17 shkort për ditën e pavarësisë, thash emisioni i Blendi Fevziut për ditën e pavarësisë, i thash një ëndër mu realizu, që në datat e shpalljes së pavarësisë së dy shteteve shqiptare, da jemi komplet një trug, po për momentin dy shtete shqiptare, që i një bota, realizova një rekord, një ëndër mu realizu, edhe ëndër tjetër pres vetu kur ta të kaloj Burj Khalifën. Edhe mi dhonë, në nështë ju, mi dhonë funit karierës, sepse me 28 nëntor, planifikoj prap me Blendi Fevziun, ta realizoj rekordin prap me fanela, zhveshjet fanelave, me 20 fanela, mi zhvesh, se jo në 20 deputet të cilët e ka dëshkuar aktin e pavarësisë së Shqipërisë. I thashë në çdo fanel ka me qenë emri dhe bemri dhe prej ka ardhur ai deputet, edhe që thashë ka mu kriju një koreografi që kur ta zhveshjat fanel, ja për shembull di zonësit ai e vesh, e zhveshje tytë që mos më gjujtë për shembull në tokë sepse e bart një herë të madh. Rëndësinë e ka, edhe ato e jëmë të pritur për 28 nëntorën, por në qoftë se më lejojnë ato të Burj Khalifa që falem më herët për atë rast, se halon nuk është zyrtare, atëherë kjo bje. Unë ju falenderoj të dyve për kohën, falenderoj shumë për këto detaje shumë interesante që i treguat dhe ju uroj shumë sukses të dyve. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.